është nata e 35 e protestës, protesta e dytë me pjesëmarrjen e diasporës, pritet të nisë pas pak momentesh në Tiranë, ndërkohë që në media janë publikuar pamje të një autokolone me makina të Mërgatës, pra diasporës, që po vjen në Shqipëri për të protestuar. Ndërkohë që kemi pasur lajme që kanë qarkulluar edhe për vonesa në kufi me Kosovën, në Morin, i cili gjatë verës është hequr, por duket se ka pas kontrolle nga policia për element ndoshta të dyshuar që mund të marrin pjesë në protestë. Për t'i kaluar në filter më hollësisht ka shkaktuar edhe vonesa. Sipas mediave shkojnë gati në rradhat 3 deri në 4 kilometra. Por gjithsesi, këta qytetarë po vinë në Tiranë, një pjesë edhe për të protestuar. Çfarë do të sjellë kjo protestë? Sonte ne do të flasim me mikun e emisionit ton dhe tuajin, i cili është i pranishëm në shtëpitë tuaja, për të diskutuar këtë protestë, zotin Zaçi Islami. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, avokat. Çfarë presim sonte? Një vrim në ujë. Ka që thjeshtur. Nga kush prisni? Avokat, ju gjithmonë keni qenë optimist, po keni dhënë zemër qytetarëve, sidomos atyre nga momenti që vërtetova se në protest vepron një grup shumë i strukturuar, jashtëzakonisht i instruktuar, patronazhistësh, që komandoj gjithçka atje, që nga personat që do diskutojnë dhe çfarë do diskutojnë te mikrofoni, për mua protesta ka mbaruar, është shitur. Janë të konfirmuar këto avokat se në Mexhelis qarkullon shumë gjëra, po? Tjetër gjë çfarë mendon Mexhelisi, kur thua ti, dhe tjetër gjë çfarë vërtetova unë vetë me sytë dhe me mendjen time dhe me veprimet e mia. Zotëri, ju e dini shumë mirë që mua më rrëmbyen me gjithë karrike dhe më nxorën nga rrethi ku isha ulur. Kjo i thot të tëra. Unë isha protestues. Unë jam person publik. Unë, si kundër jam këtu tashti me ju në intervistë, ashtu kam dashur që të flas dhe te protesta. Nga momenti që unë denoncova aferën korruptive të shqitjes së Shqipërisë nga hebreu që qeverisë sot Shqipërinë, Edi Rama, dërguar në marrëveshje ose që futi Edi Rama, duke u dhënë troje shqiptare, toka shqiptare, teren shqiptar që futëve të Izraelit, nga i moment mua nuk më lejuan më të flisja në mikrofon. Kjo i thot të tëra, s'ka nevojë. Më lejoni që ta bëj bashkëbisedim ashtu sikur edhe ju e pëlqeni. Ju bëj pak opozit në këtë rast, por ndoshta më bëj shumë opozit, jo pak. Po ndoshta mos ky rast juaj aty ka qenë diçka sporadike, se edhe nëse do marrim shprehjen e popullit, edhe nëse do ishte edhe në një das, nuk mund të bëhet qefi të gjithëve, do ketë një gjë që do të ngel hadri dikujt. Por edhe aty pra me euforinë e protestës, e entuziazmi, dikush do ta marrë fjalën pak më shpejt, dikush më pas. Pra, po ta shikojmë kështu. Por nuk fakti që ka ndodhur nuk të lejojnë ta shikosh ashtu. Ta kanë mbyllur atë rrugë. Pse ta kanë mbyllur? Po ta them unë. Unë fola 3 herë në protestë. Dhe herën e tretë denoncova aferën korruptive të radhëtinë e lartë që i bëri Qifuti Edi Rama interesit kombëtar, duke u dhënë Qifutëve të Izraelit toka dhe troje dhe hapësira pafund për të vendosur ata aty. Pra ju thoni avokat që nuk lejohet në protestë që të përmendësh fjalët Izrael, Amerikë, shtete ndryshme. Pra them largohen që andeja. Dhe do të them ato që më thanë. Se mirë ato që i pan apo si pan njerëzit, pak rëndësi ka. Do të them ato që më thanë mua dhe po të duan të dalet i përgjigjestroj këto i them unë sot. Mund të ftonin dash Andi Tepelenën, si e ka Andi Tepelena.
ai ky mor nga Tropoja. Po disa janë brenda për momentin, duket nesër dalin për masën e sigurisë. Urdhë? Disa për momentin më duket janë brenda ka protestuesit dhe nesër dalin për masën e sigurisë. S'ka lidhje me protestuesit dhe me masën e sigurisë kjo do të them tani. Jo, e kam fjalën mos ndoshta emri që ju do përmendni të ndonjë prej protestuesve. Absolutisht. Mos është Jam marrë, të lutem, nuk jam marrë me protestuesit unë. Unë jam marrë me themelin e çështjes, me themelin për të cilin është organizuar dhe po vazhdon kjo protestë. Kisha fjalën avokat, ju më duket e kishit fjalën kur tha Tropojani mos e kishit për Gent Progni? Po, Gent Progni. Më duket nëse unë nuk gaboj, Genti të njëjtën u shoqërua dhe më duket nuk është liruar. Më duket, nuk e kam shumë sigurt. Edhe nesër del për masën e sigurisë. Këto janë lota që i bën shërbimi sekret shqiptar për të bindur qytetarët që shikojnë se ai është me protestën, nuk është e vërtetë. Asnjë nga ata nuk është me protestuesit. Do të argumentoj unë. Pra, po që se do ishin me protestuesit, i themi gjithë që jam, nuk do të më ndalonin mua dhe nuk do më të rikinin me forcë, me gjithë karrike të më nxjerrin nga rresi ku isha ulur. Se unë as kërkova me mikrofon, as desha flas, as gjë, isha ulur dhe po shikoja. Po bëja dhe filmime të protestuesve, gjithandej sepse kishte shumë njerëz, e drejta ime qytetare isha në publik, si isha i fshehur, si isha skutave. Atëherë të dalë të thot Andit e Pelena. Ky Tropojani si e kishte përse gjithë janë rrojë emrat i drejtuar. Për Gentin e kemi fjalën, Progni. Pra, Andit e Pelena, Gent Progni, Dritan Goxhaj, Ilir Dedaj, të dalin dhe të thonë, ti zoti Zase Islami ke bërë këtë gabim, ke bërë këtë kundërmbajtje, ke bërë këtë shkelje ligë, unë ligjit, tu e di çfarë do thonë. Se të kisha vajtur për të kërkuar mikrofonin, po, hajtë më do justifikoheshin. Po unë nuk kërkova mikrofon, do të unë isha unë kareke. Dhe pamje që kam unë për të tojnë katër si prish këta. Dhe veprimi agresiv, rrugashëror, i këtyre gangsterëve që kanë okupuar mikrofonin dhe e përcaktojnë ata kush do flasë dhe çfarë do thotë, vërtetoj katër Cipris që protesta ka për të bërë një vrim në ujë, bajmë që këtë që ta sonde. Por, në fakt, si që duket tani avokat të 4-5 orë para protestës, po vjen një numër i madh qytetarësh nga jashtë për ta mbështetur. Vinë për xhiro. Vinë për xhiro. Edi Rama nuk pyet kur i thonë ama, no Edi Rama jep dorëheqjen. Gjatë kërë protestit kjo. Zotëri, protest bëri Nepali. Po shqiptarët s'kanë në Shqipëri, s'kanë mbetur më Shqiponja, kanë mbetur Sorra. Shqiponjat janë larguar, kanë ikur. Avokat, tani, ndoshta ata që do të na dëgjonin do thonin avokati ka rënë te retorika e Ramos tani, sa ai përdor këto Sorra tani këto nëpër statuse. Jo, jemi diametralisht të kundërt. Unë them që s'ka, kanë mbetur Sorra, s'ka Shqiponje që të veta marrin Edi Ramës zgupthi, ta qojnë, ta nxjerrin nga zyra. Ta qoj Shqiponja unë. Jo ato që thot ai ka të drejtë që thot Sorra, janë ata të qështë. Edhe protesta qytetare, avokat, ka mesazhe më shumë, sepse nuk e merr vëmendjen dhuna. E merr mesazhet paqësore, prania jo vetëm e individëve, pra prindërve, po bashkë me ta dhe fëmijët, siç i kemi parë ne. Rezultati cili është? Po fakti që është edhe ndër lajmet kryesore në mediat botërore, nuk besoj që kjo nuk është rezultat. Flas për rezultatin, nuk flas për mediat. Mos më quaj për hapjen mediatike, mos më quaj rezultat. Rezultati është zotëri shkrirje e parlamentit dhe nxjerrja atyre përjashta dhe të qërohen nga politika të 140 sa janë ata, bashkë me atë që futin Edi Rama, dhe t'i hapin rrugën demokracisë në Shqipëri, t'i hapin rrugën advetarëve që duan të mbrojnë tërësinë toksore shqiptare, t'i hapin rrugën rinisë, sepse në fundit ju dhe ti personalisht zotëri nuk blen dot shtëpi. Jemi dakord deri këtu? Avokat, por ju keni qenë
u keni dhënë optimizëm, shpresë të Kisha shpresë. Derisa pash se kush qenë ata, ai grupi 15-20 veta atje të kryesuar nga ai Progni, nga Andi Tepelena. Për t'i larguar gjithçka. Nuk besoj që protesta, se protesta s'ka kokë për momentin. Pse do ta identifikoni protestën, gjithë ata njerëz aty, atë val njerëzish, do ta identifikoni me këta individ. Sepse praktikisht ata janë kokë e protestës. Më gjen një njeri tjetër. A kanë të drejtë ata? Ku e kanë të drejtë ata që përcaktojnë ata se kush do dalë te mikrofoni, kush do flasë çfarë do thotë? Ku e gjetën drejtën? Ka përfaqësojnë xhanëm ta dim. Po ndoshta ata që kanë folur një herë, 2, 3 si rasti juaj, po do hap rrugën të tjerëve që flasin dhe tjerë nga njëherë të paktën. Unë edhe ato 2 herë që fola, se tretin më ndërpren, kam folur jo më tepër se 1 minutë. Kur atje ka dalin dhe ja marrin këngës. Kur atje dalin qytetarë dhe recitojnë poezi. Kur atje dalin qytetarë dhe thonë budallë që nga më të ndryshmet. Jo zotëri, unë thash gjëra konkrete. Unë thash gjëra konkrete si duhet vepruar për të rrëzuar diktaturën. Dhe kjo s'u pëlqeu atyre dhe për këtë kanë vajtur atje dhe për këtë e komandojnë ata protestën. Ndaj them që do bëhet një vrinuj. Dhe do ta shohësh. Do bëhet një vrinuj apo jo? Po si mund ndryshoj kjo situatë avokat? Në gjykimin tuaj, sepse ata me të vetën e kanë në rregull. Kush? Grupi. Ata që komandojnë protestën dhe ai që rinvita dhe që tallet ditë për ditë në mënyrë më të paskrupull, janë në rregull. Do të them një proverb popullor që ka ngelur që nga koha e Turqisë. Stambolli digjet dhe prostituta krihet. Pra sot bëhet llaf që të ndodhin gjëra të mëdha, në qoftë se do kishte qytetarë shqiptarë shqiponje, Edi Rama feston ditëlindjen. Tamam, fshati digjet e kurva krihet, i themin në Shqip. Kjo është situata. Një burr shteti, një parlament serioz, një parti serioze, që presupozohet që është vendosur në parlament për të mbrojtur interesat kombëtare shqiptare. Do t'i thoshnin këtij charlatani dhe do t'i merrin këto për marrëveshje që ka bërë ky që ka shitur tokë çifutëve, ose u ka falur tokën çifutëve, do t'i thoshin di për jashtë. Që u ka falur dhe që është çifut dhe që është tërësisht në shërbim të Izraelit, zotëri, vërteton vizita 3 ditore e tij në Izrael, që thosh më dridhen këmbët kur flas para një personazhi, thosh para një personi që flet në mënyrë të shkëlqyer. Në 5 veta në botë ky është 1/5 për Benjamin Netanyahu, për krye kriminelin dhe për krye gjaksorin e lindjes mesme. Pra, nuk them kotu që ka mbaruar si protesta dhe protestuesit, ja rrin kot tani atje. Bëjnë xhiro. Zgjidhjen e japin 2 gjëra. Ose parlamentarët, deputetët, nëse ka metur ndonjë atje me trun kokë, të bëjnë një grup i caktuar dhe ta shkarkojnë në detyra si kryeministër, se e kanë ata në dorë, ose Nepal. 2 rrugë janë. Ai me protesta nuk ikë zotëri. E ka thënë në mënyrë të përsëritur, ka mbështetje Izraelin, ka mbështetje Amerikën. Nuk ju thot gjë juve fakti që Amerika nuk po ndihet. Kot pyes kështu. Pa nuk ndërhyjnë të punët e brendshme. Po pse ka ndërhyrë vazhdimisht te punët e brendshme kur ishte puna që i shkonte ujit në mullit Amerikës? Jo, është ky mandati Trumpit tani i dyti. Kishte ai qysh në fillim të mandatit, u çoi nga i letër. Flas për politikën amerikane, nuk flas për një president që është i radhës. Politika amerikane zotëri ka të tjera shenjë dhe ka të tjetër rrugë. Senator, kongresmen kanë reaguar në mos gaboj. Edhe kush i dëgjoi? Po, dëgjoj. Edhe Rama thot avokat që ne jemi vend demokratik. Ata të protestojnë, secili ka hallet e veta, ne do bëjmë sa mundemi, e ani flasim. Hajini merrni dhe Fierin dhe Lushnjin, hajini dhe në Durrës, merreni dhe Durrësin, hajini dhe në Tiranë dhe të protestojnë ata skaqe, mjafton të mund të shesë Skënderbejt për të Rama. Pse për këtë i duam amerikanët? Jo, zotëri.
Jo, zotri. Amerikanët pavarësi e lanë. Tani çfarë bëjnë? Del një nga ata të mërgatës shkyqeve atja i kyqari Saukut, ka një 2 vjetë që thot, nga minuta në minuta da rësër zonë kryeministri, a thot, gënjeshtër e pas krupull. Del dhe thot, Edi Rama do të marrë, do të zvarris, thot, i mori qkeqen, ilustron këpus Edi Ramës. Del dhe thot, 500 e gjëra të pavërteta, mashtrime, gënjeshtra, ofendime të personazheve të ndryshëm që dalin në flasën, merret me ne ai. Nuk merret me çështjen, po merret me neve. Pra, zotëri, unë nuk them kot që Amerika ka dërguar një kloun atje në Sauk, edhe vazhdon të ditën ai si papagall, po asnjë gjë nuk i jep, as të mirë nuk i jep vendit. Pra Amerika të dalë të shprehë zotëri ka një ambasadë aty. Të shpreh çfarë përfaqëson ai klouni që ka në vend në Sauk. Po çfarë thotë? Përfaqëson çfarë kompetenca ka, edhe ai që thotë, edhe kur thotë që ka ngritur qeverinë teknike, ku e ka qeverinë teknike? Ka Rakopajon, ministër, ai dini kush është Rakopaja? Rakopaja është bashkëpunëtor dhe bashkëveprues me Linda Ramën, me Linda Balluku. Jo, po të folëm më seriozisht. Tani çfarë do bëj Amerika për shembull për Ramën, sepse pak ditë më parë kishim një lajm nga Reuters, agjencia Reuters. Edhe thoshte që thoshte, samiti vitin tjetër në Tiranë i NATO-s është në rrezik, sepse Trumpi është i mërzitur me ata që s'kan paguar lekët, buxhetin 2% për shpenzimet për NATO. Tani ne tani do ta shohim avokat që a do bëhet? Jo. Nuk më interes. Fare, s'kam interes fare, as të lutem. Nuk më intereson. Aty do ta llohet qartë. Çfarë do thot presidenti? Do ikë në Shqipëri? Apo s'do vi? Po erdhi këtu, mbaroi filmin. Kur e ka për ta si pacientë, do ta bëj bisedën si do ti tani. Jo, unë këtë kisha, ju thoni ju jeni lirë, thoni çfarë doni avokat, por unë mendoj që këtu do duket, këtu do duket. Ti e ka analizuar bisedën ku do ti, zotëri pse më duhet NATO-a sot? Sot është ka ardhur diaspora për të përmbysur Edi Ramën. Ç'më çonte NATO aty? Jo, më që folet për Amerikën, për mbështetjen avokat. Këtu do duket. Ku është Amerika? Pra do ta shohim vitin tjetër, çfarë do thot Trumpi për samitin. Vitin tjetër. Të marrësh sheshi Skënderbej, ai Netanyahu, Çifutëria, Çifutistani, të marrësh sheshin Skënderbej dhe vate. A nuk doli ajo buqja që ka jetuar këtu në Shqipëri dhe tha, të lutem, kur më fyen dje një kombëtar dhe thotë të vetë 1500 në Vlorë ka pasur 90% çifut dhe 10% shqiptar, zotëri. Ju të parë gazetarët duhet ishin nditur ta denonconi këtë fakt. Të lutem avokat. Jo këtë gjë, të lutem. Ju keni argumenta, pse shkoni tek kjo gjë? Po pse më ju foli? Të lutem. Sido që të ketë folur ajo, okay, gjejmë një, domethënë, të flasim, të bazohemi te argumentat, mendoj unë avokat. Pastaj ju jeni argumentat i kemi më zotëri, por nuk i merr njeri parasysh, prandaj them unë ku është Amerika. Avokat, por edhe për protestën, avokat, fillimisht u fol për Zvërnesin. U fol se do ta merrte Izraeli, ran të gjitha, u fol për spionët grek, ran. Çka ka rënë? Çka ka rënë? Jo zotëria ka dhënë Zvërnecin edhe Sardanin, del Ivanka Trump dhe thotë kam unë, jam unë pronar, po çfarë bëni kështu ju? Gënjeni veten apo besoni se çon ata? Jo zotëria, ato janë deklarata për të vënë gjumë, me letra e ka marrë Izraeli. Me letra e ka marrë Çifutistani, zotëri. Mos gënjeni veten. Mua jo, nuk më gënjeni do, po mos gënjeni veten. Se di avokat, nuk e di çfarë them. Të thuash këtë që them unë. Sot që janë, po vjen e ashtu quajtura diasporë që do bën te kiametin, që radhën e kaluar ata 15-20 vjet deshin rrahën i SMNU se nuk i lejoni që të vinin të flisin në mikrofon, aty u pa gjithçka. Aty e pashun atë diasporën, aty e pash protestën, aty e pash ku që komandon protestën, prandaj fshati ligjet edhe prostituta krihet. Prandaj feston Edi Rama sot.
Feston se e di që se rrezikon asgjë, se tha njerë, gjithë bota dhe të zonë, tha e ka mirë me të zonë, sa ke një gruaj për dalë. Pra, dhe t'i bim të një qenë sa të duham neve, e t'i Rama është të rëgullë, ka mirë me Amerikën. Amerika po e mbanë në pushtet. Amerika po e mbanë në pushtet. Shqip, shkurt, sakt, akuzoj Amerikën. Pik, nuk del ashtu se që duhet që t'jetë aleate dhe mbrojtësia e interesave kombëtare shqiptare. Përkundrazi, interesat tona kombëtare ka vënë në dispozicion të Çifutistanit nëpërmjet dhëndër të kryeministrit. Kaq. Avokat, tani kjo që ju thatë është opinion, nuk është edhe shpak, që ata e mbajnë ata. Po pse ju nuk e dini që lobi dytë, lobi parë më i fuqishëm në Amerikë është lobi i Çifutëve? Apo duhet t'ua them unë? Dhe pas tyre vjen lobi grek, në krye të cilit është Nikolas Gazojanis, i cili është mik i ngushtë i Sali Berishës, që ka pritur këtu kur që president. Ore ne jemi të tradhtuar nga kjo klasë politike na komunistët shqiptar, mo do të japish këta njerëz apo jo. Zgjidhja është thash, po të tikin ata të 140, tikin ashtu me faqe të nxirë siç janë, po tikin të paktën të shtojnë gjakderdhin, ose ndryshe këtu nuk do metet gur me gur. Se urrejtja ka vatur atë ku s'man më. Shpresoj që ata të ikin edhe të eliminojnë gjakderdhin. Sepse që të vinë që nga anë e anës këtu, edhe që tallë një klovën si punë Edi Ramës, vallai vetëm të jenë të vdekur. Avokat, këto janë mendimet tuaja personale, ju jeni i lirë të shprehni. Leoni, ju vëngjes në Leonit kaloi tek një tjetër çështje, po për protestën, është mbledhur një kuvent i këtyre të protestës. Nuk e di e keni parë lajmet. Edhe ka pasur, sipas raportimeve në media, ca debate mes organizatorëve dhe mbështetësve të protestës, sepse sipas tyre jo të gjithë janë lajmëruar që të jenë pjesë, dikush ka qenë, dikush s'ka qenë, dikush e ka cilësuar të fshetë mbledhjen, dikush sekrete pra për marrjen e vendimeve, çfarë mor, kush u ftua, çfarë u fol. Si po ecin hapat drejt krijimit të kuventit kombëtar? Se ndoshta avokat nga sheshi mund kalojnë në tavolinë trumbullake. Me ka? Kush e ka zgjedhur atë? E di kush janë atje? Atje janë bashkëpunëtorë të shërbimeve dhe nga më të ndryshme të botë. Një prej tyre që njohun është që ka punuar me Çifutët në Afrikë, në për të organizatat që shkojnë për vende të ndryshme të botës, ka punuar me Çifutët, zotëri. Dhe kur them ka punuar me Çifutët, është shërbëtore të Çifutëve dhe e ka vënë re në diskutime të ndryshme dhe në fjalime të ndryshme, thotë, por ne s'kemi punë, thotë, me Izraelin, thotë, ne kemi punë probleme që të shkarkojmë me Edi Ramën. Pra largojuni problemit, thotë, nga Izraeli. S'poja them seksin se nuk merrem me të, se çfarë është, por këtë thotë, ka punuar me ta në Kanada, ka punuar në Afrikë, ka punuar në këto vendet e Azisë, duke di kush ka punuar. Një që një punë, edhe një 4-5 tjerë që një punë që janë njerëz shumë të dyshim, kush i buri ata? Kush i buri? Pra ata i shërbejnë direkt, janë ngritur vetëm e vetëm që është skalioni dytë, mbas këtyre 15-20 vetave patronazistëve që ka ajte mikrofoni, këta janë skalioni dytë për të spumuar, për të ulur nervat e qytetarëve dhe për të çuar në rrugën e bisedimeve. S'ka bisedime me Edi Ramën. Bisedimi vetëm me Edi Ramën është të bashkë me 140 deputetët, dorë pushtetit. Po, kështu thoni ju, po, sipas eksponentëve të qeverisë dhe Partisë Socialiste, në ditën vazhdim shumë shpejt kryeministri do ulet me një grup nga protesta. Tani kush janë këta? Ky grup, kjo është dilema. Që janë ky grup që është ngarkuar dhe çfarë pra platforme kanë, çfarë do t'i kërkojnë kryeministrit? Jo, deri tani nuk dim gjë kush do jenë. Thjesht pra derisa janë sekret, do të thënë që janë të dyshimt, që të gjithë papreshti. Përfaqësia ka kuriozitet madh kush do jetë, sepse a do ketë aprovimin e qytetarëve apo jo në shesh. Jo, aprovimin e qytetarëve nuk e kanë ata, po ata kanë aprovimin dhe strukturat e ngritura nga Edi Rama dhe nga shërbimi i tij sekret. Ka që thjesht është. Avokat, po t'ju ftonin ju për të qenë pjesë e tyrezës, do shkonin?
Jo, në Tryez jo, unë shkoj në debat ball për ball me Edi Rama dhe me cili do që të ketë ai kush i burr të dalë përpara. Po pra, në Tryez me atë, do shkonit po t'ju ftonte ky grup? Zotëri, unë ballafaqohem me të vetëm në debate publike në media. Nuk i vete unë në dyra atje, se bëjmë më të mirë nga vete. Ai është poshtë meje. Dhe të ketë karreken e kryeministit është shumë poshtë meje. Avokat, po, qofse ju keni kundërshtime të, pse s'shkonit ja thonin qofse ky grup ju fton për të qenë prezent aty? Ja thonin Dikur do diskutoj, ai do ishte burr dhe do pranohej për diskutime vetëm nëse do ishte dorëheqje dhe do dilte do thoshte hajde këtu, unë e dash dorëheqjen, tani çfarë keni me mua? Pa, ka kompetenca më për të bërë gjë e pa dha dorëheqjen. Çfarë do bëjmë pastaj? Mos shkojnë në burg. Se e pret burg. Pa, ju do të diskutoni me të që mos shkojnë në burg. Jo, do diskutoj me të që t'jap llogari për çka bër. Pa te je para drejtësisë, se je para jush. Po pse një qytetar shqiptar nuk pas ka të drejtë të kërkojë llogari për çfarë ka bërë? E pas ka vetëm drejtësia, drejtësi. Se po e zuren gojë drejtësinë dhe opozitën të vjen më fat të shpreh të vjen për të vjedhur në Shqipëri. Se janë dy elementë që nuk funksionojnë fare. Edhe protestuesit atë kërkojnë, sistem të ri. Bravo. Atëherë zgjidhja është vetëm kjo që thash, dorëheqja e 140 deputetëve, krijimi i qeverisë provizore, ndryshimi, hartimi i një kushtetutë të re shqiptare, jo serbe, siç e kemi dhe greke, si e kemi serbo greke. Kushtetutën dhe kalimi i vendit në zgjedhje të reja me majoritar, jo proporcional si që kanë bërë këta që kanë ndryshuar 200 herë sistemi zgjedhor të Shqipërisë dhe zonës administrative sipas interesave partijake kur janë në pushtet. Avokat, kjo që ju kërkoni është sikur të vinë njëri aty, qoftë edhe në moshën time dhe thotë mjepni eksperiencën tuaj, mjepni dhe licencën tuaj, edhe unë duhet të bëhem avokat si ju. Jo, nuk është kështu, krahasimi nuk qëndron. Fare. Sepse nëse do t'i thuhet kryeministrit që ju do i bëni ligjet siç duam ne, edhe ju të largoheni që të vim ne, hajde të shkojmë fushat në zgjedhje. Dëgjoj, e ka humbur të drejtën morale që të kërkojë zgjedhje dhe të bëjë fushat. E ka humbur se ka shitur interesat kombëtare zotëri. Ai është për në burg, nuk është për të bërë bisedime me të. Unë dhe ai që thash thjesht për të lehtësuar bisedën me ty, po jo se me të vërtet do ulem me shorracia i tavolin, kur refurs, se ul veten unë. Po, ka nga ata që këto ditë kanë thënë që kanë marrë shembull dhe me Ramiz Alin ulën në 90-ën apo jo, studentët. Spiun të tyre janë, ata janë spiun të tyre, spiun të partisë punës. Ramiz Alian nuk tha kot, kemi 4 sa për 3 komitete qendrore. Ja ata janë komitete qendrore, shikojnë. Ja të dalin një nga një, me shkallë. Avokat, por tani është pa parashikueshme kjo bisedë avokat, sepse unë prisja entuziazëm nga ana juaj. Edhe nuk di tani si do shkojë dhe protesta me një gjykimin tuaj, nisur nga ajo që po shohim. Të thash një vrim në ujë. Ta thash një vrim në ujë. Mendoni edhe këtë avokat, një qytetar, një protestues si juve ju dëgjon, e di, ju mërzita, e di, ju ndërhyra, ju kërkojnë pjesë. Po një qytetar, të lutem, nuk mërzitem unë. Jo, këtë e para sepse një qytetar ju dëgjon, thotë dëgjoj, avokatin e kam dëgjuar gjithë kohë. Ka pas një frym tjetër, rebelimi e të tjera. Tani mendon ai që erdhi momenti final, avokati thot futin djetrën. Nuk kam të ndrequri nga protesta, pse i ngatron gjërat, ose pse i komenton ashtu siç mendon ti. Jo zotëri, kam thënë atë. Kam thënë që protesta paqësore është një vrim në ujë. Pra, dhe sekundër jetë dëshmitar, ka një 2-3 vjet që komunikojnë bashkë dhe të gjitha parashikimet e mia kanë dalë, është kështu? Po, kështu do dalë dhe kjo, se unë shikoj nervin e popullit. Shikoj nervin e popullit. Ju thoni që populli është lodhur nga marshimet në rrugët e Tiranës, protestat çdo natë, është lodhur? E shikon që ore,
popullit ai thot shqip. Unë nuk iki, i thot, hidhuni për pjetë, përcisni, matni atë bulevardin me metër katror. Nuk iki ju nga pushteti, u thot. Dhe nuk iki nga... Urdo? Po pse si do thot ai, do iki? Atëherë, gjatë duhet bërë që t'iki. Si do iki? Pam të mëson protestuesit. Ata këta komitetet e këto organizma që sa jona ai ka 1 muaj e gjysmë. Turp për ata një që mblidhen në ato lloj komiteti. Zotëri, kemi bërë një grup intelektualesh dhe kuadrës të lartë të shtetit shqiptar, kemi ngritur një komitet dhe kemi dërguar protestën në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese s'prej përgjigje. Ajo është zgjidhja. Jo të mblidhen grupe atje, ashtu grupe spionësh dhe agenturash nga më të ndryshmet atje. Ish sportistë, ish volejbollistë të Shqipërisë dalin edhe na bëjnë tani na japin mend se si do bëhet protesta edhe si duhet të organizuar komitetet edhe grupet. Çfarë këto mund? Jo zotëri, jo. Jo. Zgjidhja është o të dorëheqen ata dhe të zgjidhet çështja me paqe ose Nepal. S'ka zgjidhje tjetër. Nepal nuk shoh punë të bëhet sepse s'ka njëri dy kokë, një ta lër për Tiranë dhe një ta jap për protestën. Atëherë do rrim këtu ku jemi. Në fakt, mas javës parë, që ne kemi zhvilluar një bisedë bashkë, ju keni bërë një deklaratë të fortë atëherë, që më keni thënë tekstualisht, që protesta u shua. Të njëjtin gjë po them vetë tani, s'ka ndryshuar. Nuk është po e them, po e shpik, se është e regjistruar aty, e keni thënë tekstualisht, protesta u shua mas javës parë. Edhe më keni habitur me atë. Mund ta marrësh atë sekuencë, mund ta marrësh ta presësh ta ngjitesh me këtë intervistë. Dhe thuash, avokati sot, shiko çfarë thot, shiko çfarë ka thënë para një jave. Dhe praktikisht nuk ka luajtur nga qëndrimi i tij. Dhe unë nuk lëviz. Unë e pas tek pritja që u bë diasporës, te shpresa që ishte te diaspora, e shikoj të mënyra si e presin tani sot, si i presin burrat dhe gratë të rinj që vinë nga diaspora, që i presin me 1000 kontrolle, me 1000 pengesa edhe pistoqe nga të sigurimit të shtetit. Unë i shoh, unë jam qof. Dhe ju i shikoni. Shikojnë internet. Avokat, ishin në Kosovë. Si ishte gjendja? Kishin një çik interes për atë që po ndodh në Tiranë? Nuk komunikova me qytetar në Kosovë, unë isha në një intervistë të Koishia Show, ku debatova me drejtuesin e emisionit, se lidhur me një deklaratë që kam bërë dhe që kam thënë që nuk i heq asnjë presi për Ramush Haradinaj. Qëllimisht një ish luftëtari UÇK-s që ka luftuar me Ramush Haradinaj thot, bile e teproi se fliste pa edukat, por nëse e pun për të. Por tha, Ramush Haradinaj tha, unë i shtrojmë të mëshkel të bëjmë qëllim për të. Tani, zotëri, e kam kritikuar Ramush Haradinaj me që më pyeta për Kosovën, e kritikoj prapë dhe nuk heq presje nga qëndrimi im, jo për periudhën që qenë në luftë. Atë ka shkëlqyer se ka dhënë dhe gjak, 2 vëllezër të vrarë dhe ka shkëlqyer, ka luftuar dhe vetë dhe ka qenë me të vërtetë një nga luftarët më të shkëlqyer. Unë flas për Ramushin, kryeministër të Kosovës, që fali 8000 hektar tokë asaj, Malizzi. Dhe ky snajperisti që kisha në panel tha, neve atë pra të e detyroi Amerika, tha, për të dhënë 8000 hektar tokë. Zotëri, ka një gjë, i thash, kur si e dakord. Që nuk e dakord, që e kryeministër dhe Amerika të më presion, nuk e di sa është e vërtet, a i dim qaftë të tyre. Por nëse ti nuk je dakord me atë që të kërkon Amerika, jep dorëheqjen, ka zgjidhje shumë të thjeshtë, po mos e ndiej faqen. Me atë 8000 hektar që e ka dhënë Malizzi, Ramush Haradinaj, thash, e ka nxjerrë fytyrën. Po tha ky emisionit, drejtuesi i emisionit tha, Sadriu, do të kërkosh falje, tha, pra të gjithë Ramushin, po të them prapë, i thash, nuk e një presje nga ato që kam thënë.
Jam këtu i thash, jam i gjallë, si të më shqipni, po e deklaroj dhe po them, për deri ditën që u shpall pavarësia e Kosovës, ai ka qenë në luftë, që u shpall u lirua Kosova, u lirua, ai ka qenë në luftë dhe unë heq kapelen. Mbasi mori detyrën e kryeministrit i thash, pas faqen e zezë që i dha 8.000 hektar malizini, siç thoni ju, i thash, me imponim nga Amerika. Dhe thash dhe këtë fjalën tjetër që ne shqiptarit thash mikun e kemi mik, po zot shtëpie se bëjmë. Pra Ramush Haradinaj i thash e bëri Amerikën zot shtëpie. Dhe bëri që u detyruar që t'i jap malizi 8.000 hektar. Nuk i lëviz kësaj. Avokat, shumë jeni ngataruar andaj edhe për thashin, do të sa deklarata të forta, ne folëm dhe bashkë. Edhe për Haradinaj tani. Si ngatruar, se kuptoj, se kjo fjala ngatruar ka shumë gjëra brenda. Ja, kuptimi që keni bërë deklarata të forta. Po jam pyetur për këto. Po qëndrimet e kanë fjalën. Qëndrimet i keni të forta. Po si ti ke? Ti përkthen? Jo, për faktin që ju për këtë gjuhë që keni, prandaj dhe qytetarët ju duan kështu. Por unë thjesht po ju pyes. Nuk dyshoj dot zotëri. Unë pres nga qytetarët të më thonë, avokat këtu ke gabuar në këtë pikë. S'm ka thënë njëri deri më sot. Për jashtë patronazhistët. Avokat, do ta mbyllim me një pyetje nga ata. Njëri prej tyre nga Shtetet e Bashkuara më shkruan avokat që të lutem pyet avokatin çfarë do ndodh deri në shtator. Se ne do jemi këtu edhe shtator këtë bisedë unë do ta nxjerr sikur unë nxora të para 3 javëve që ju më thatë atëherë që protesta u shua, ashtu do ta nxjerr edhe këtë përgjigje për në shtator, ku do jetë vjeshta. Varet nga asuria e protestës. E drejtimit e keni fjalën se protestës ata në popullin e thjesht apo e keni për grupin drejtues? Për gjithë aktorët që marrin pjesë në protestë. Qoftë për protestuesit, qoftë për pushtetarët që mbajnë pushtetin me zor, me dhunë. Nuk mbajt pushtetin me policë, zotëri. Do ta mbash një ditë, një javë, një muaj, jo të rjetën. E pesa e mbajtën në Nepal pushtetin, përna 24 orë, u fshin të gjithë. Avokat, më thuaj kush është ajo leva, qoftë individ, apo vendim, apo kudiun, që mund ta ndryshojë situatën për një herë. Kush është leva? Arkimedit. Leva Arkimedit është gjaku shqiptar i pellazgëve, nëse ka pasardhës të atyre burrave. Po s'ka, dorim sklever si qemi, sklever të Qifutistanit, sklever të Amerikanistanit, sklever të Serbistanit, të Yunanistanit që është greku, sklever të atyre. Ka që thjesht. Zgjedhjet marrë. Në prag të protestës avokati hodhet më shumë benzin zjarrit, por unë falenderoj për bisedën. Unë dëgjoj, nuk e kuptoj pse më thuaj hodha benzin zjarrit, sepse unë kështu kam qenë gjithnjë, s'kam ndryshuar. Si mendoje ti? Dal ta bëj dhe unë një pyetje, se ju dini vetëm të bëni pyetje, po s'merrni përgjigje. Tani më thuaj, ti si mendon? Për protestën? Për asurin. Po, rezistenca, do më thënë fati i zhvillimeve politike, gjykimin tim do varet nga rezistenca në shesh. Sa do rezistojnë? Sa i thot, sa të rrosh të mi kërkoj, sa të jetë të t'i kem. A i thot atyre një mirini, thot, vazhdojnë një valle, thot, tallet me ta. Tallet. Ndoshta këtu mund të jetë ndryshim faktori ndërkombëtar në një moment caktuar. Bashkimi Evropian. Po ç'a presin? Se thuhet që kanë ardhur një 400 ushtarak që fut aty në Shqipëri. Thuhet, nuk e di sa e vërtetë është. Mund të ketë gardë personale e dinama, nuk e di. Po këto i shikojnë për rrjetet sociale dhe në përpostimet që bëjnë në Facebook, apo në TikTok, apo në Instagram. Tani sa të vërteta janë, nuk i di, por kjo është thënë. Megjithatë, avokat, ne bisedën do ta mbyllim me një urim për Shtetet e Bashkuara 250 vjetori i pavarësisë, miqësisë tonë të hershme dhe falënderimet për, besoj, edhe tuajat për mbështetjen, për Kosovën e pavarur. Edhe juve ju falenderoj shumë
për bisedën. Dhe unë ja uroj festën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke ju kërkuar me këmbëngulje, jo duke ju lutur. Unë nuk lutem, unë kërkoj. Dhe unë kërkoj nga administrata shqiptare që të vërdor dhe të përjashtoj këta gangster, këta hajdut, këta narkotrafikant, këta narkokriminel nga pushteti në Shqipëri. Qofse është ajo Amerikë për të cilën ne kemi ndëruar të jetën, atëherë duhet bëj këtë që i them unë. Po s'bëri këtë se është ajo Amerikë, na ka tradhtuar. Kaq thjesht. Pavarësisht debateve, ju mos ndryshoni sepse populli kështu ju do. Të falenderoj shumë. Po pse me të vërtet pret njeri që të ndryshoj unë? Do me thënë, qëndrimet tuaja edhe qëndrimi i kryeministit për pushtetin nuk ndryshoj. Kjo është e sigurt, pak po e sigurt, ha? Maj. Okej, do ta shikojmë. Vjeshta është përpara. Në vafshim deri në vjesht me këtë kryeministër, nuk e di. Uroj që ne të jemi mirë gjithë. Dhe do të falenderoj edhe një herë avokat. Amin, edhe unë gjithashtu.